Angazhimi me dhitë ka filluar prej ndoshta i ka 2 vjet që kam filluar të merrem me këto më shumë, sepse më herët kanë qenë 2 vëllezërit e mi dhe janë kujdesur ata më shumë për këta dhe babi. Pastaj ata emigruan në Zvicër dhe njëri në Itali dhe unë u dash të më marr me këta, por e kam edhe dëshirë. Unë qohem në 7 të mëngjesit dhe i rregulloj dhitë, pastaj ndoshta më marrin gjysmë ore kohë. Pastaj shkoj në shtëpi, bëhem gati për mësim. Mësimin e filloj në 7:45 dhe e kryj në 12:45. Shkoj në shtëpi, ndërrohem dhe pastaj vi te këta direkt, i nshoj në mal. Nga ora 6:05 i vi prej malit, sepse atëherë kanë kohën e mjeljes. E mjelit të gjithë kam ndihmë dhe nga familja ime. Qumshtin kena vendosur ta japim fal apo për human, ku e dim se të japim diçka humane, dim se përfitojmë shumë të mira nga Zoti. Përgjithësi jam njëri pozitiv, edhe kur t'i adhuroj qumshtin dikujt mundona m'i adhuru në mënyrë sa më të mirë, sa më pozitive. Andaj edhe ata ma kthejnë me të njëjtën mënyrë, e kanë fjalën që e përdorin më shumë Zoti ju dhash bereqet ose Zoti ju ni maft prej çdo të keqe. Ujë nuk ka që kena këto shumë, edhe duhet me marr prej shtëpisë për mi pru ujë. Kjo është një sfidë goxha e madhe se për ditë ndoshta ka 60 litër, ka 80 litër do të mjauti. Është pak problem për rrethin tem apo për moshatarët e mi të mirën me dhitë dhe të kujdesen për këta, sepse janë ndalën marrja, po unë mendoj që nuk është marrje për më kujdes për këta. Se në fund të fundit këta janë kriju për një jetë. Njerëzit mendojnë që nëse mirësh me dhitë dhe shkon në shkollë, e hupesh koncentrimin në shkollë apo e hupesh dinjitetin për shkollë. Mu më ka bë më të fortë për shkollë, edhe në rrethin shoqëror. Gjithashtu në shkollë, unë jem një si nxënës recitues që recitoj shumë mirë dhe shumë bukur. Ju bjeshk e ju kodrina, ju lumejn e ju dete, ju dua më shumë se jetën, më shumë se çdo gjë tjetër.